e kolegun ton atje Limoz Didani, pasi ka përmbytje në Çuk, por edhe në fushat e Konispolit. Situata duket e rëndë. Përshëndetje Didan. Përshëndetje, rreshjet e kendra të rëna që të mbrëmjes së djeshme dhe orëve të natës ka shkaktuar përmbytje në disa zona në Sarand. Përmbytje ka patur fillimisht ka patur dalje të ujit pranë urës së Gajdarit, ku ka patur përmbytje në disa biznese dhe rruga është bërë e pakalueshme për disa orë. Ndërkohë, argjinatura e Çukës është qarë rreth orës 4 të mëngjesit, duke bërë që qindra hektar tokë dhe biznese bujqësore aty të përmbiten nga uji. Kemi deri tani dëmet janë të shumta, pasi në një prej komplekseve në këtë zonë janë mbytur rreth 400 kokë dele, ndërkohë në një kompleks tjetër 50 kokë dele dhe qigja të porsalindut. Dëme ka patur edhe një pulari në zonën e fushës së Çukës, ku sipas informacione, pasi nuk kemi arritur të hyjmë atje erës, pasi zona është e përmbytur dhe në kontaktin që kemi patur me biznesmenin atje është shprehur se pulat e tij, pra ai ka humbur gjithë investimin e tij, e ka humbur si pasojë e kësaj përmbytje. Argjinatura e Çukës ka patur probleme edhe 2 ditë më parë si pasojë e fryrjes së 2 lumejve bistrisë e Kalas, por u bë e mundur të shmangej edhe si pasojë e mbushjes në disa segmente, por të orëve të natës argjinatura është qarë me pasojat që kemi ditën e sotme. Përmbytje ka patur edhe në zonën e bashkisë së Konispolit, si pasojë e daljes së lumit të Pavla, është ndërprerë komunikimi për disa orë i 6 fshatrave të bashkisë Konispol, ndërkohë që fushat me agrume, plantacionet me agrume, mandarinat, dhe të limona në këtë zonë ditën e sotme janë të përmbytura. Pra në zonat duke nisur nga Çifliku, në fushat e Mursis, Konispoli deri në Vrim, pra aktualisht janë të përmbytura. Faleminderit Didani, nëse do të ketë të tjera zhvillime më njëherë do të lidhemi së bashku.